Përshëndetje, shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve në RTK. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka folur edhe sot për rëndësinë e fuqizimit ekonomik të grave, duke cilësuar atë si faktor kyç për zhvillimin e familjes dhe shoqërisë. Në një postim në rrjetin social Facebook, Kurti ka thënë se një grua ekonomikisht e pavarur përbën shtyllë të një familje të fortë, të një shoqërie përparimtare dhe të një ekonomie të zhvilluar. Këto deklarime pësojnë konferencën e djeshme Gratë në biznes, e cila u mbajt në Prishtinë në organizimin e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit. Në këtë konferencë morën pjesë rreth 300 gra nga fusha e ndërmarrësisë, institucione vendore dhe organizata ndërkombëtare. Kurti bëri të ditur se pritet të nisë edhe programi Superpuna për gratë, që do të mbështes gratë që hynë ose rikthehen në tregun e punës, duke subvencionuar pagën minimale për 6 muaj dhe duke lehtësuar punësimin e tyre në sektorin privat. Një pjesë e protestuesve kanë kaluar natën në bulevardin Dëshmorët e Kombit para ndërtesës së kryeministrisë në Shqipëri. Në orët e para të mëngjesit, policia u ka kërkuar të largohen për të mos bllokuar në mënyrë të palehtëshme bulevardin, por protestuesit janë deklaruar se po qëndrojnë në mënyrë paqësore për një kauzë të gjithë shqiptarëve. Ndjekim në vazhdim raportin e përgatitur nga kolegët e RTS-s. Natën e kaluan para godinës së kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe për këta qytetar kërkesë mbetet largimi kryeministrit. Pas protestës paqësore të zhvilluar një ditë më parë, ku nuk munguan edhe bashkëdetar, e që u shoqërua me thirrje për dorëheqje të krehut të qeverisë, disa qytetar kaluan natën në hapësirën përballë godinës së kryeministrisë. Situata mbeti e qetë për gjatë natës pa incidente të raportuara dhe qëndrimi i tyre si një akt simbolik rezistence, solli dhe bllokimin e bulevardit dhe në mëngjesin e kësaj të diele, uniformat blu kërkuan nga qytetarët lirimin e hapësirës publike, duke apeluar për respektim të rregullave dhe shmangje të bllokimit të lëvizjes. Një pjesë e qytetarëve vijojnë të qëndrojnë para kryeministrisë dhe pse në temperatura të larta dhe në duar mbajnë pankarta ku kërkohet dorëheqja e kryeministrit dhe në pritje janë të protestës së paralajmëruar në orët e pasditës. Me lajmet e tjera të ditës, pas 6 ditësh me aktivitete letrare, edicioni 26 i Panairit të Librit në Prishtinë mbyllet sot. Një ditë më parë u ndanë çmimet tradicionale të Panairit, me të cilat u vlerësuan autor, përkthyes, studiues dhe vepra të spikatura të vitit. Panairi si vjetmë ka mbledhur 10 shtëpi botuese nga Kosova, Shqipëria, Macedonia e Veriut dhe trevat e tjera shqiptare, duke sjell mira tituj, promovime dhe takime me autor. Aktiviteti mbyllet sot duke konfirmuar edhe një herë statusin e tij si ngjarja më e madhe e librit në Kosovë. Nga sot pishina e Gërmis ka hapur dyert për vizitorët, duke shënuar nisjen e sezonit veror për një nga destinacionet më të frekuentuara në kryeqytet. Kjo bë ditur nëpërmjet një njoftimi në Facebook, ku dhe janë publikuar fotografitë të pishinës. Dyert e pishinës së Gërmis janë hapur, thuhet në njoftim. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti dhe Ministri në detyrë i Sportit Berim Gashani morën pjesë në natën finale të turneut tradicional të futbollit, Java e dëshmorëve të Hasit. Me këtë rast, Kurti tha se dëshmorët ndodhen në themelet e shtetit ton dhe në rrënjët e lirisë ton. Sipas tij, ky aktivitet është një akt kujtuese, mirënjohje dhe dëshmi që sakrifica e brezave të tërë vazhdon të jetojë në vetdijen kolektive të shoqërisë e të popullit ton, dhe ne dëshirojmë t'i promovojmë vlera të shëndosha edhe për brezat e ri e për ata që do të vinë pas nesh. Duke u bërë thirrje rinisë që të merren sa më shumë me sport, kryeministri premtoi se qeveria do të jetë pranë tyre për iniciativa sportive dhe jo vetëm.
Gjermania ka shënuar fitore ndaj Bregut e Pildisht me rezultat 2-1 në ndeshjen e gjiros së dytë të grupit E në Kupën e Botës në futboll.